të Republikës së Maqedonisë së Veriut. E qartë. Avokat, sa serioze është se dokumentet të tilla që lidhen pra me transportin e mostrave biologjike përfshihen në dosjen Epstein? Shqetësimi që shoh në Shtetet e Bashkuara në disa artikuj që janë publikuar këtu, ka të bëjë me faktin sepse këto studime janë bërë për personat që kanë bërë vetvrasje. Nuk është një studim i veçantë në Universitetin Columbia në New York. Prokurori do të thënë që po mikshur të çështje, është i shqetësuar për faktin se ishin vetvrasje dhe nëse kishte personi ose familjari që kanë nënshkruar dokumentin që këto studime të bëhen, do të thënë mik të personit që bën vetvrasje, është juridikisht i autorizuar të bëjë një gjë të tillë. Megjithatë në Shtetet e Bashkuara ka një gjë se pas një periudhë, do të thënë 5, 6, 7 vjeçare, për sa i përket përsekutimit ose të shkoshin gjykat, do të thënë për çështje kriminale, ka një limit, ka një kohë caktuar dhe nuk mundesh me bëni gjë të tillë. Këtë mund të bëjnë Maqedonia e Veriut, do të thënë determinisht se ka autoritetin e vet, është shteti i pambarur dhe ka drejt ta bëjë një gjë të tillë. Por në Shtetet e Bashkuara nuk e shoh se ka për të pasur, do të thënë një njëjtje penale për sa i përket, do të thënë këtij studimit. Është interesante se vetë Epstein, do të thënë që ka sponsorizuar një program tillë për vetvrasjet dhe studimin e tyre, do të thënë nga Maqedonia e Veriut, bani vetvrasje për veten e vet. Edhe kjo do të thënë është interesante vetëm nga ana, filozofike më tepër se sa nga ana penale. Por nuk është shumë shqetësuese, do të thënë se kishte një marrëveshje të tillë për studime, do të thënë tilla në Kolombia, në Universitetin e Kolombia. Nuk është hera e parë që ndodhi një gjë të tillë, kanë ardhur studime të tilla ose janë bërë studime të tilla edhe nga shtetet e tjera, por pyetja është nëse është bërë në mënyrë juridike apo jo. Nuk është, megjithatë ne shohim shqetësuese, sepse është familja dikujt, është personi do të thënë që do të thënë kishte drejt që të nëse ka autorizuar dikush nga familja juridikisht të bëjë gjë të tillë, por nuk është shumë shqetësuese në Shtetet e Bashkuara. Do të thënë, po ti shihsh artikuj që janë bërë, do të thënë është një artikull që del nga CNN, një tjetër nga CBS, nuk ka artikuj ose nuk ka shumë komentime për këtë për sa i përket këtij studimi që është bërë këtu. Detyrimisht që është gjithmonë fakti që ka të bëjë me Epstein, është do të thënë një çështje që sot dosja e tij do të thënë është në dosjet po thuaj se më të përmendur për çdo gjë, si nga ana kriminale, si nga ana morale, imorale, cilën dush ti, por në vërtetë nuk ka të bëjë shumë me anën juridike në Shtetet e Bashkuara. Po, qartë. Dhe meqense përmendet edhe më herët se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është shumë shqetësim ky, megjithatë, a mund të themi se kjo është vetëm maja e icebergut të aktiviteteve të Epstein, gjëra të cilat ndoshta edhe nuk mund t'i marrim në mend se çfarë mund të ketë në dosje të tjera? Në fakt në faqe të tjera të kësaj dosje. No, në vërtet kjo është përfunimi i kësaj çështje, sepse do të thënë të njëjtat të dhëna ose dosje kishte edhe administrata më pashme, që nuk është hetimi i parë që bëhet për Epstein. Është interesante, do të thënë që përmendet vetëm Alexander Acosta, që ishte prokurori i përgjithshëm në Florida, por ishte në rangun federal, që kishte mundësi, do të thënë, të eliminonte komplet këtë proces në fillim kur ishte dënimi i tij në 2004 ose në 2009 dhe kishte mundësi do të thonë që të mos lejote një gjë të tillë të vazhdonte manera. Por kjo është përfundimi i kësaj çështjes. Në Shtetet e Bashkuara nga ana politike ka interes për këtë, sepse është gjithmonë do të thënë politikisht pa marrë parasysh pikpamje që mund të kemë ose dikush tjetër, është politikisht mund të jenë një tapik ose një do të thënë një çështje që mund të diskutohet politikisht, por nuk ka pasoja të mëtejshme sepse e ka bërë publike. E mira edhe e keqja e Shteteve të Bashkuara se çdo gjë e bën publike dhe ka drejt publiku ta shohin vetvetill, do të thënë një gjë të tillë, por nga ana tjetër ka pasoja kur e bën publike, do të thënë një gjë të tillë sepse ka për pas komente, ka për pas raportime në media por nuk është shqetësuese në Shtetet e Bashkuara sepse pak a shumë do të thënë administrata e tanishme e bani qartë që kushton me i verifiku këto dokumenta, ja të kekeri 3 milion faqe, do të thënë shihni vetë fotografit një anë tjetër të këtu ku janë, dhe në qoftë se këto që po i marrin konfidenciale, don Kongresi ose Senati të shohin,
të drejtë është me i verifiku. Kështu që nuk është domethënë mas një muaj, 2 muajve që ka për të diskutuar kjo. Në vitin këtë vit, domethënë në anor 2026 janë zgjedhjet për krejt Kongresin Amerikan dhe për 1/3 e Senatit. Dhe detyrimisht do të përdoret për arsye politike, do ta përdorin e majtë, që janë demokratë në Shtetet e Bashkuara, kundër atë që sot ka fuqin. Detyrimisht djata do të bëjnë argumentin. Po, avokat, a ka gjasa që u bë publike kjo dosje pikërisht tani para zgjedhjeve? Pra për ta dëmtuar dikë? Detyrimisht, kushdo që nuk e shqep do të thënë që kjo është një përpjekje e asaj që ne thirrim e majta në Shtetet e Bashkuara kundër së djathtë ose administratës Trump, do të thënë kjo është e qartë që është kundër atina, sepse po ta shish do të thënë që në vitin 2006 që mund të kemë unë ose tjetër, realiteti është që është banë çdo përpjekje nga majta që ta shkatrojnë familjen Trump ose presidentin Trump. Do të thënë që dy përpjekje që ta zgjysojnë komplet nga ana fizike, do të thënë kishte 2 atentate kundër Jetztina dhe tash menohet që kjo do të ishte një fazë që mund ta dobësojë politikisht Trumpin, sepse mendon që në vërtet Trumpi mund të jeni pozitiv këtë. Trumpi që në 2004 që ne ka bërë qartë që në vërtet Epstein e ka larguar nga Mar-a-Lago, sepse në atë kohë ai ka ngacmuar një vajzë që ishte në boshë. Dhe Trumpi nuk e ka lejuar një gjë tillë. Që nga 2004 që deri tani, domethënë Trumpi nuk ka pas lidhje me Epstein, nuk ka pas lidhje me organizatën e tij apo me atë ishullin domethënë që tjetër do të E qartë, zotëri Lumaj. Megjithatë, kushdo që të jetë arsyeja që janë bërë publike, mirë që janë bërë,